Kafazi është mjet torture në Konventin Europian të Drejtave të Njeriut, në Kushtetutën e Shqipërisë. Kafazi është mjet torture në Konventin Europian të Drejtave të Njeriut, në Kushtetutën e Shqipërisë, në ligjet e vendit. Është torturë dhe terror psikologjik ndaj të burgosurit. Dhe këta e përdorin ndaj një njeriu, ndaj të cilit nuk kanë të substancuar absolutisht asnjë akuzë dhe nuk ka sot një njeri të vetëm. Dhe unë ndjek të gjitha ju, të gjitha mediat, që të raportoj një akt konkret të faktuar, të provuar ndaj tij. Çesdia e futën e denuan 6 vite Ismail, ka shkuar 30 herë Altin Dumani Ismailit. Për ta liruar, për ta shpërblyer për të gjitha, për të përgatitur dosjet e tij, dhe Ismaili ka thënë nuk ka lidhje me mua. Çesdia, do thoni ju se nuk do dilte nga dhe ai bëri gjitha ditë e burgut. Nuk i bëri si dikush me një tretën. I bëri tamam. Tjetër, dërgojnë, s'bëj avokatët e tij, dërgojnë letërporosinë në Shtetet Bashkuara për të kërkuar hetim për karta krediti që mundohet, mbasi thonë, kemi vërtetuar se kanë përdorur Monika dhe ky 2 karta krediti të Shankut, si quhet një Shatko apo kushuri i Monikës. Dishmitar dhe fakte, Ilir Meta njëtë e ti s'ka përdor kartë krediti kur.